Fermerët në fshatrat thanë, Qinat, Koça i Fierë Shegan, Barbullinë të njësisë administrative Fierë Shegan në bashkinë e Lushnjës, të vendosura në pjesën jugperëndimore të rezervuarit të Thanës, prej 30 vitesh janë specializuar për prodhimin e pjeshkëve. Kjo zonë në kushte toksore dhe klimaterike, të përshtatshme për kultivimin e këtyre drurëve frutor, ka mbi 200 hektar në këtë prodhim. Kanë mjaftuar 15 minuta breshër, të rënë një muaj më parë për të çuar në falimentim fermerët e kësaj zone. Masivisht këto ditë ka nisur dhe vjelja dhe nxjerrja në treg e pjeshkës dhe nektarinës me rreth 50 deri në 60% të prodhimit krahasuar me një vit më parë. Destinacioni kryesor vit pas viti ka qenë eksporti në vendet e rajonit apo edhe më tej në Europë, ku 1 kilogram nektarin tregtoi me 200 lekë të reja. Këtë vit, për shkak të rënies së cilësisë për shkak të breshërit, i gjithë prodhimi është vetëm për treg të brendshëm me çmim mesatar 50 deri në 60 lekë të reja. Gjithsesi, gjasat janë që çmimi edhe pse për treg të brendshëm të pësoj sërish të rënje për shkak të cilësisë jo të mirë. Po, për interesimin tuaj jena erdhur dhe po e shikoni vetë me fakte, ne na ka dëmtuar shumë breshi fakisht. E ka bërë copa, qysh në lule, në kokur. Edhe si versionin e shtetit s'kemi fare në asnjë mënyrë në mund flas të përdorni e rrjet, mulese ku diu ndërhyrje më the thaç. Para 4-5 vjetësh në ara, para breshi erdhën ata i bën Terezit, erdhën në lëvizjen, shikoni i bën asnjë se nuk na bën, asnjë gjë fare. Tani ne këtu në këtë mes jemi shumë të dëmtuar nga puna e breshit. Po pat mundësi qeveria të na ndihmoj gjithmonë brenda rregullave. Te kjo parcel tu kam 1 hektar. Breshi im ka dëmtuar, e kam hedh gjysmën tokë. Gjysmën mezi po e shesim, është dëmtuar. Ja, siç e shikon. Për tregun e brendshëm, të paktën nxjerrim pak shpenzime. Mulojmë në një shpenzim të vogël. Po jemi shumë të dëmtuar. Deri tani nuk kemi asnjë ndihmë. Deri tani. Vet nuk e mulojmë dot se kushton shumë. Kushton në kosto larta ambulosh parcelat. Jemi dorë Zotit me pak fjalë. Kemi falimentuar si vjet. E gjithë tokë, siç e shikoni, po hedhim tokë të. Hektar sot të prodhim këto. Në tregun e brendshëm me 5-600 lekë, sa ta marrin ata, ditë 700, 600, 500, ditë na kthehet shtëpi. Si të marri tregu. Më shumë se 200 hektarë. Tani si vjet kjo neve na ndodhi një fatkeqësi e madhe nga lart. Patëm shumë dëmtime. Edhe nga dëmtimet dhe malli s'është i saktë. Tregtari po s'ka faj da marri se është i dobët. Çmimi po është i lëvizshëm si mas mallit. Tani rendimenti është i ulët. Nga vjet. Si vjet ka shumë, sepse e hoqën tërat ato të ishin prishura. Edhe ngelen 1% e ulët shumë. Nga kjo tani në shtetin e besoj na ndihmon njëri. Me çfarë më lojnë me 600 lekë kile? Më lodhe 500, 600, 400 si mas mallit. Është si vjet shumë dobët. Po të shikosh ta kaqësia është e gjithë goditur, me sa do shitet, kush ta marrë? Prodhimi nuk është i siguruar dhe fermerët shprehin jashtë kamerës se nuk mund ta sigurojnë nga fatkeqësitë natyrore, pasi asnjë kompani sigurimesh nuk e ofron. Ndërkohë që nuk ka asnjë lloj skeme mbështetëse për këtë kulturë nga ana e qeverisë shqiptare dhe mbrojtja me rrjet e prodhimit nga breshëri është e kushtueshme dhe asnjë fermer nuk e përballon dot.